Pikërisht në ditën kur u miratua rezoluta për vlerat e UÇK-s, Fatmir Limaj do të përballet edhe një herë me drejtësinë si akuzuar për krime lufte. Prokuroria speciale paradite ngriti akt akuzë ndaj Limajt për krime lufte kundër popullatës civile. Atë e akuzoi prokuroria vendese Drita Hajdari. Rasti ka të bëjë me vrasjen e dy civilëve, Ramiz Hoxha nga fshati Bellanice dhe Selman Binishi nga fshati Banj, komuna e Malishevës, të cilët më 2 tetor 1998 janë marrë në afërsi të xhamisë së fshatit Bellanice dhe janë ekzekutuar në hyrjet e fshatit Krasavar. Aktakuza e ngarkon të pandehurin Fatmir Limaj se si pjesëtar i UÇK-s dhe komandanti i brigadës 121 nuk ka ndërmarrë masa të arsyeshme dhe të nevojshme brenda kompetencave të tij për ta parandaluar për ta ndaluar vrasjen e Ramiz Hoxhës dhe Selman Binishit. Sipas aktakuzës, i pandehuri Fatmir Limaj i ka parë kufomat e viktimave dhe e ka ditur për krimin e kryer, mirë po me vedije nuk ka ndërmarrë masa drejt zbulimit të kryesve të këtij krimi dhe rastin asnjëherë nuk e ka paraqitur te organet kompetente për hetim dhe ndjekje. Avokati Fatmir Limajt Tahir Recaj e kundërshton këtë akuzë. Thotë se Limaj nuk ka qenë përgjegjës i brigadës 121 në kohën për të cilën po akuzohet. Unë kam pritë që Fatmir Limaj nuk do të akuzohet, pra që prokuroria do të aposhojë hetim kundër zot Limaj në mungesë të provave, sepse zot Limaj nuk bart asnjë lloj përgjegjësie për faktin se ai nuk ka pas një kontroll mbi atë territor. Fatmir Limaj si komandanti i brigadës 121 ka qenë më vonë pasur strukturimi i UÇK-s dhe organizimi i UÇK-s në përtojgje batalione dhe brigada. Ramiz Hoxha ishte vrarë më 2 tetor 1998. Përgjegjësinë për vrasjen e tij e kishte marrë shtabi i përgjithshëm i UÇK-s përmes komunikatës numër 4. Nga e njëjta skuadër ishte vrarë edhe i riu Selman Binishi. Avokati Reca e komentoi edhe njoftimin e prokurorisë speciale. Ne kemi edhe rastin e njohur si rasti Olimpios kundër Razem Cile e tjerëve kur ka pas vetëm iniciale. Dhe edhe raste tjera ku personat akuzuar janë paraqitur vetëm iniciale, atëherë patjetër lind një dyshim se kjo ka qenë edhe qëllimshme për ta dëmtuar qenë start zotin Limaj. Sidoqoftë kjo është çështje që prokuroria ka vlerësuar se duhet të jepet emri dhe dhënat lidhur me Fatmir Limaj. Ndërkohë reagoi edhe Fatmir Limaj. Rikujtoi se për këtë rast është hetuar së paku 3 herë, 2 herë nga UNMIK-u dhe 1 herë nga Tribunali i Hagës. Në 3 rastet, për mungesë të provave, hetimet kundër meje janë mbyllur dhe kjo dëshmohet edhe nga shkresat hetimore të lëndës, të cilat sot i mora nga prokuroria. Të vetmin arsyetim në të cilin prokuroria e mbështet aktakuzën është se vrasjet kanë ndodhur në territorin për të cilin prokuroria pretendon se në atë kohë ka qenë territori brigadës 121 të UÇK-s. Limaj thekson se edhe pse vetë prokuroria nuk e di kush janë vrasësit e atyre civilëve, ajo e bën atë përgjegjës pse nuk pas ka parandaluar apo ndaluar dhe pastaj hetuar vrasjen e 2 civilëve për të cilët as në akt akuzë nuk dihet se kush janë vrasësit e atyre civilëve. Shtrohet pyetja, si mund të bëhesh përgjegjës pse nuk kam parandaluar diçka për të cilën fare nuk kam qenë në dijeni se mund të ndodhë. Gjithashtu në akt akuzë thuhet se nuk është bërë asgjë për t'u hetuar rasti. Nga shkresat e lëndës del se në atë kohë përgjegjësinë për këto vrasje përmes një komunikate ka marrë përsipër shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Aty ka përfunduar kompetenca ime, sepse unë në atë kohë nuk kam qenë antar i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Limaj konsideron se del qartë se këtu nuk kemi të bëjmë me përpjekje për të ndryshuar rastin dhe fajtorët të marrin dënimin e merituar. Këtu është duke u keqpërdorur ky rast në mënyrë që të vazhdojë përndjekja kundër meje. Kjo besoj tani më për të gjithë është e qartë. Familjarët e viktimave me të drejtë presin ndriçimin e rastit dhe zbulimin e fajtorëve, dhe jo tragjedia e tyre familjare të shfrytëzohet për qëllime tjera. Muaj më parë, Limaj u shpall përfundimisht i pafajshëm për akuzat për krime lufte në Kleçk. Gjykata e apelit i ka dhënë fund këtij procesi të gjatë që ka nisur 5 vjet më parë. Limaj dhe të tjerët janë shpallur 2 herë të pafajshëm nga shkalla e parë. Limaj është shpallur i pafajshëm edhe në gjykatën e Hagës.